Kroqera luksoze Seven Seas Grandeur preku mëngjesin e sotëm për herë të parë portin e Durrësit. Ania turistike kishte në bord 728 pasagjerë, kryesisht nga SBA si dhe vende të tjera. Në bordin e kroqerës u zhvillua ceremonia e mirëseardhjes, siç është kthyer tashmë tradit për të gjitha mjetet lundruese që vizitojnë për herë të parë Durrësin. Qyteti Bregdetar vijon të mbetet një nga destinacionet më tërheqëse të itinerareve mesdhetare për kroqerat ndërkombëtare. Kjo ndalesë e parë e kroqerës luksoze amerikane nuk do të jetë e fundit. Albania është part Shqipëria është pjesë e pellgut të Mesdheut, laget nga deti Adriatik, dhe për ne Durrësi është një port i përshtatshëm, para se të shkojmë në Venecia. Ne vim, vizitojmë një port, shohim përshtypjen e pasagjerëve tanë dhe më pas vendosim ta përfshijmë në listën e ndalesave tona. Me shumë siguri ne do të vim sërish, sepse në këtë periudhë koha është mjaft e mirë dhe turistët mund të vizitojnë shumë site. Mbritja e kroqerës luksoze, e cila vetëm 2 vite më parë ka nisur udhëtimet përreth globit, është një dëshmi se turizmi detar po shndërrohet në një trend gjithvjetor në qytetin bregdetar. Porti i Durrësit mbetet një destinacion i vetëm turistik në mesdheun adriatik. Sezoni ka qenë shumë i suksesshëm, jo vetëm kroqera, por dhe jadet turistike të cilët kanë vizituar portin e Durrësit ka qenë me rreth 10% rritje. Kroqera Seven Seas Grandeur ka një dizajn mjaft elegant, suita të gjëra dhe shërbim të personalizuar për 750 pasagjerët e saj. Kroqera ka një kosto ndërtimi rreth $521 milion.